shpesh herë dëgjojmë nëna që thonë që nuk jam ndarë për hatër të fëmijëve, automatikisht bëjmë përgjegjës fëmijët e tyre për mungesën e lumturisë së tyre. Pra, unë nuk kam qenë e lumtur dhe unë kam vuajtur sepse ti ekziston. Po të mos ekzistoje ti, unë do ndahesha. Dhe kjo është një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe, që fëmijët nuk kanë pse mbajnë mbi shpatulla. Ka pasur shumë gra të cilat para 90-s, me gjithë respektin për mundin e tyre, nuk janë ndarë nga partnerët e tyre, jo për hatër të fëmijës, po për shkak të pafuqishmërisë së tyre, për të përballuar jetën vetëm dhe sidomos pafuqishmërisë së tyre për të jetuar në një mjedis që do quheshin vërtet gra të pamoralshme. Dhe dëmi që u kanë shkaktuar fëmijëve është shumë i madh. Dua të theksoj, nëna sakrifikon jetën e saj për atë që të tjerët do mendojnë. Sakrifikon jetën e saj për atë që të tjerët do i thonë fëmijëve të saj, por nuk sakrifikon jetën e saj të përballojë atë që të tjerët do t'i thonë, vetëm që kur fëmia të hyjë në shtëpi ti qet. Të vër kokën qetësisht në jastëk, pa qenë i detyruar nënës lumturinë. Një dëm tjetër të jashtëzakonshëm që u kanë bërë këtyre fëmijëve është në nevojën e nënës për të pasur aleanca, kanë sharë në sy të fëmijëve prindin tjetër. Domethënë, gruaja në siklet e dhunuar nga burri, përdor fëmijën për të shkarkuar zemërimin e saj për të thënë ç'lloj burri ka, sa i paaft është, sa i pandjeshëm që është, duke harruar që ke fëmia po lëndon imazhin e babait. Ai mund të jetë burr shumë i keq, po mund të jetë babai i mirë. Ai që unë besoj në fakt është që shumë njerëz të rritur nëna dhe baballar nuk merren me fëmijët e vegjël sepse nuk e njohin gjuhën e fëmijës dhe mendojnë që kur fëmia rritet dhe mëson gjuhën e të rriturit, të ndërtojë një marrëdhënie, ndërkohë që është vonë për ndërtuar një marrëdhënie kur fëmia fillon të flas, fillon të jetë i pavarur, fillon të ecë. Marrëdhënia ndërtohet që në fillime i mësohet gjuha fëmijës. Fëmia është qenie unike dhe gjuhën e të qartë, të qeshurës, e kërkesës e ka unike dhe prindri këtë gjuhë fillon e njeh që fëmijë, që foshnjë. Ajo që unë kam vënë re nga praktika ime në jetën time të përditshme, nga marrëdhëniet e mia njerëzore, shoqërore, farefisnore, po sidomos nga praktika ime klinike, ajo që unë kam vënë re është që nëse do e përcaktoja pak ndikimin e kulturës në prindërim, është mungesa e konsideratës për fëmijën. Ne, fëmia i plagosur brenda nesh është ai që na udhëheq të sillemi si prindër. Nëse kemi qenë të padëgjuar, të parespektuar, jemi të padëgjuar, të parespektuar ndaj fëmijës.